Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, vendosni një limon të prerë me krip në dhomë dhe nuk do ta besoni çfarë ndodh. Limoni është një agrume e përdorur nga të gjithë. Është e njohur për përmbajtjen e saj të vitaminave C, A dhe E dhe si agrume në rolin e saj si një antioksidant e fortë kundër plagës mund të shërbejë për të përmirësuar gjumin tuaj. Për këtë arsye, ju duhet të vendosni 3 limon të prerë në feta anash shtratit tuaj në dhomën e gjumit. Lëreni atje gjatë gjithë natës dhe do të shikoni çfarë përfitimesh do të merrni. Është një freskues i mirë i ajrit dhe dhoma juaj do të jetë e freskët. Do t'ju ndihmojë të merrni frymë më lirë. Limoni trajton të ftohtin dhe azmën, edhe mendja juaj do të ndihet më e freskët dhe më mirë. Largon dhimbjen e kokës nga të pirët dhe lodhjen. Ju kështu do të zgjoheni duke u ndjerë më të freskët, gjë e cila ndodh rrallë në ditët e sotme. Në këtë mënyrë ju do të jeni plot me energji për gjatë të gjithë ditës. Kjo hile gjithashtu funksionon shumë më mirë se të gjitha pijet energjike që mund të blini në supermarket. Provojeni dhe do të shikoni shumë shpejt rezultatet. Limonët, përveç të qenurit agrume të pasura me proteina, minerale dhe lëndë ushqyese, të domosdoshme për të mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme, janë një nga komponentët që tërheqin energji të mirë dhe njëkohësisht largojnë ato të këqija. Këto fruta përdoren në Feng Shui dhe Budizëm për të shmangur shpirtrat e këqinj dhe vendosja e tyre në dhomën tuaj mund të ndryshojë jetën tuaj. Shumë kultura kanë pohuar se pas kryerjes së ritualeve energjike me limon të freskët, jeta e tyre ka ndryshuar rrënjësisht dhe përgjithmonë duke mos përjetuar më stres, duke ndryshuar emocionet dhe hidhërimin e trupit. Dëshironi të dini se si të hiqni të gjitha ndikimet negative nga jeta juaj. Limoni me krip. Ky ritual mundet që të përmirësoj energjinë tuaj shpirtërore thjesht duke e vënë atë në dhomën tuaj të gjumit. Për ta përgatitur këtë ritual, duhet të merrni një limon të freskët me një thikë dhe ta prisni atë kryq, por gjysmë, jo plotësisht, në secilën pjesë vendosni krip. Pas këtij hapi mbylleni dhe vendoseni nën shtrat, në mes të tryezës ose në një cep të hyrjes së shtëpisë tuaj. Kështu ju do ta kuptoni se të gjitha energjitë negative, mendimet e këqija dhe gjithashtu ngarkesat e rënda do të absorbohen nga frutat dhe do të mbizotërojnë vetëm energjia pozitive dhe gjithashtu do ta ndjeni prosperitetin dhe bollokun dhe dashurinë përrjedh jush. Nga ana tjetër, bëjeni këtë për 3 ditë radhasi dhe menjëherë do ta shikoni ndryshimin. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual relativisht i thjeshtë sepse e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një limon dhe ta vendosni atë në çantën tuaj përpara se ju të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës me vete. Dhe kur të ktheheni në shtëpi ju do të shikoni se ai do të jetë tharë. Kjo për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe ne tentojmë që të absorbojmë energjitë negative në trupin ton dhe shpirtin ton, të cilat tërhiqen nga këto agrume. Lëng limoni. Ju mundet që të përdorni lëng limoni të përzier me ujë dhe më pas të pastroni pajisjet tuaja në mënyrë që të shmangni ngarkesat e rënda, sepse kështu ju do të largoni dhe mendimet e këqija të cilat të gjenden në mendjen tuaj. Gjethet e agrumeve. Besohet se në qoftë se ju përgatisni një çaj me gjethe limoni dhe e pini para se të shkoni në shtrat çdo natë për 7 ditë, rrisni përgjithmonë
jetën tuaj dashurore. Ka njerëz që e kanë përdorur atë dhe rezultatet janë shfaqur që në ditën e parë. Limoni është gjithashtu në gjendje që të shfaqë dashuri, prosperitet, bollëk dhe gjithashtu dëshirat tuaja më të thella dhe njerëzit të cilët ju duan më shumë, të gjitha sepse fruti vjen nga elementi ujit i cili njihet për pastrim. Lëngu i limonit ka aciditet të lartë, ai shërben gjithashtu si dezinfektues dhe luan këtë rol mjaft mirë. Aroma e kësaj agrumeje preferohet shumë nga njerëzit, por urrehet nga insektet. Limoni është i dobishëm në ruajtjen e ushqimeve dhe shkatërimin e substancave kimike të rënda për njeriun. Pastron enët dhe mjetet e kuzhinës. Dërasat ku presin bukën apo perimet janë shumë të përdorura në kuzhinë, por ato shërbejnë edhe si stre për parazitët dhe aromat e pakëndshme. Limoni juve mundet që t'ju vinë në ndihmë. Lëngu i tij funksionon shumë mirë kundër këtyre aromave të këqija. Dhe nga ana tjetër, pasi ju e keni larë dërasën, fërkojeni me një gjysmë limoni dhe lëngun lëreni të qëndrojë për 20 deri në 30 minuta. Shpëlajini dhe thani me një copë të pastër. Heq yndyrën. Yndyra është një bezdi më vete. Nëse keni gjurmë të saj në kuzhinë, atëherë ju duhet që të përdorni një gjysmë limoni me krip në zonën me yndyrë, më pas fshiheni me një leckë të pastër. Nëse ena ose sipërfaqja e gatimit është delikate, atëherë mos e përdorni limonin për shkak të aciditetit të lartë. Pastron enët plastike. Përdorimi i enëve plastike është një mënyrë për të ulur nivelin e mbetjeve, por aroma e gatimeve ndonjëherë nuk shqitet nga ena. Përdorni sasi të barabarta të ujit dhe të lëngut të limonit dhe largoni kështu aromën e pakëndshme. Largon aromat e këqija. Mbani lëkurat e limonit në frigorifer. Ato funksionojnë më mirë se soda e bukës. Këto lëkura mundet t'i mbani edhe në fund të koshit të plerave për të hequr aromat e keqe që ato lëshojnë. Pastron pajisjet për grirje. Pajisjet për grirje ose grirjen e djathit janë të vështira për të pastruar. Bëjeni punën më të lehtë me ndihmën e limonit. Merrni gjysmë limoni dhe fërkoni renden ose çdo pajisje tjetër me të dhe shpëlajini atë si zakonisht. Për paksimin e kripës. Shisat tuaja i përgjigjen njësoj shijes së thartë ashtu dhe asaj të kripur. Në këtë mënyrë, lëngu i limonit është një nga zëvendësuesit më të mirë të kripës. Spërkateni gatimet tuaja me limon në vend të kripës dhe do të ndiheni më mirë. Parandalon gjitjen e kokrizave të orizit. Nëse ju dëshironi që të gatuani një pilaf të shkëlqyer dhe të shkrifët, atëherë shtoni një lugë me lëng limoni në tenxhere kur orizi të jetë duke zier. Ruan ushqimin. Lëngu i limonit mbron dhe ruan paraqitjen dhe cilësinë e ushqimit që keni gatuar. Ai ndihmon në parandalimin e nxirjes së mollëve, patateve, dardhave dhe lulelakrës. Spërkateni me pak ujë me limon. Larjen e perimeve. Të gjitha frutat dhe perimet edhe ato organike kanë nevojë për një larje cilësore. Këtu gjen përdorimi edhe lëngu i limonit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.